Atëherë mas parë nuk e kum ditë që kena mi lexu këto ëndra, kështu që janë kogja personale, po. Ka ëndra që nuk lindin nga ambicia, por nga mungesa, nga dhimbja që të rrit para kohe dhe nga nevoja për të dhe nga nevoja për të vazhduar edhe kur nuk ka kush të thot vazhdo. Unë jam mësuar të ecë vetëm, jo sepse kam dashur, por sepse kështu më ka përplasur jeta. Dua të arri një karrierë time si modele dhe influencer edhe jo veç për famë, por për pavarësi. Që mos t'i kërkoj jetës me shirë, që të kem forcë të qëndroj vetë në këmbët e mia. Bravo. Dua të udhtoj botën, të njoh njerëz, të shoh kultura, të mbush mendjen me gjëra të bukura, sepse bukuria më ka mbajtur gjallë edhe kur jeta nuk ka qenë e tillë. Kam dashur gjithmonë të bëhem versioni më i mirë i vetes. Ka njerëz që doja t'i bëja krenar, disa prej tyre që nuk janë më këtu. Nuk janë këtu për të parë shkëlqimin tim, por çdo hap që të bëj është për të bërë mamin edhe motrën time krenare. Mos u çuditni, por muzika është një ndër ëndrat e mia fshehur, edhe nëse nuk është profesioni im, ajo është pjesë e pasionit. Pse në vesh kur të kënaq. Sidomos si prit që ti ulim çik emocionet. Kështu, ose kështu. Okej. Kam edhe një dëshirë që më represon. Të hap një emision timin, të flas e të ndaj, të jem zë. Dhe një ditë të jem pjesë e një Fashion Week-ut ose jo si ëndër e largë, por si realitet i shpejt. Para mesnatës nuk premtoj asgjë, por e them këto. Nuk jam aty ku dua të jem, por jam më afër se kurrë. Bravo Eliona, bravo! Ta uroj me gjithë shpirt këtë, edhe në emër të gjithë banorëve.